Në ditën e 40 të qëndrimit brenda në shtëpi, Miri u kujtua që secili ka hyrë për veten e tij në lojë dhe pasi dëgjoi deklaratën e Selinës, që deri tani donte që vajza e tij t'i ngjante, që do ta lëshojë para në lojë, po përpiqet të tregohet i zgjuar për ta lënë ai pari. Gjatë një bisede me Stelinën dhe Krusitën në shtrat mbrëm, ai u shpreh: "Isha unë burr i martum, ajo ishte gocë beqare. Kam marrë unë halle, se unë do ndahesha nga gruaja nesër, po ajo do i thoshin thjesht o ti, si shkon me 50 vjeçarin, unë nuk lej as gruan, nuk lej as kalamonin dhe jam prap këtu ku jam. E di për çfarë jam xheloz? Ne gjatë ditës konsumonim shumë pak kohë bashkë. Se ishim te krevati. Në fund të ditës, dinim ku t'i bënim muhabetet. Në momentin që u ndam nga krevati, ajo dhe unë u afruam më shumë gjatë ditës. Edhe kot, jo për të bërë lojë, për të bërë situata. Me ardhjen e Gimbos, kjo koha mua më iku, unë nuk shkoj mbas asaj. Ajo doli zbuluar me fuqinë që mori. Donte të shkëputej nga kjo gjëja, duke shfrytëzuar këto situata dhe këtë djalin, Gimbon, që inshallah do Zoti kanë një lloj kimie, që dhe të përfundojnë bashkë, bëje lojën, unë kam lojën time. Por mos më thuaj që do ndahemi tek dita 39. Unë kam thënë po e more ti, e kam fituar dhe unë Big Brother VIP. Por po e mora unë, ti s'ke thënë kur që je e gëzuar.